Ka më shumë porositet, domethënë në cilën periudhë shqiptarët porosisin më shumë online? Shqiptarët porosisin më shumë online kur ka Big Brother. Vërtet? Kur ka Big Brother, patjetër. Që nis Shumë nesër. Që nis nesër. Domethënë të shtunën dhe të martën ju një super flux besoj. Super flux, po. Por ja dilni. Kaos në flux, por sfidante dhe e bukur. Domethënë Big Brotheri është sfidë edhe për vetë restorantin, i cili merr shumë porosi delivery në raport me dine-inin. Është një fenomen që ndryshon komplet botën e deliveryt. 300% të shitjeve të një dite normale bëhen gjatë prime-it të Big Brother. Nesër nis Big Brother. Domethënë dhe ne e dim që Big Brother tashmë nuk është vetëm një platformë, pra një event televiziv, por duket si një eveniment social. Edhe njerëz mezi e presin, mbyllën në shtëpi gjatë gjithë orëve të Big Brotherit, që para nisës deri në orët e para të mëngjesit, dhe normalisht ti do duhet të konsumosh. Edhe çfarë bën aty, hap fudinin, edhe shef pafundësisht produkte shumë interesante që ta bëjnë mbrëmjen më të bukur për ta shijuar Big Brotherin. Po për shembull, nëse një klient është i mërzitur se banori i tij i preferuar ka dalë nga Big Brotheri, motoristi për shembull mund ta ngushëlloj, për shembull mund të jetoj vetëm dikush edhe s'ka ku t'i ankohet. Ose për shembull do të shaj produksionin, fjala bie, thotë po si ja bën aty kështu, jo po ja bën me hile. Pra, ju e froni e vështirë që korrieri të ketë ngjen në ato momente se presin porositë e radhës. Po ku ti ankohet klienti? Të marrë call center në telefon. Se unë për shembull dua të ankoj motoristin. Për shembull ai mirë porositë them po dëgjoj, po si ja bën kështu aty banorit? Po si e tha opinionisti kështu atë? Ka probabilitet që ai mos ta ketë. Dëgjoj, duhet ta fusi këtë si shërbime për më vojeni që gjatë 4 muajve të Big Brother ju ofrojmë asistencë psikologjike që ju mund të shani ose mund të nxirrni gjithë mlefin për banorët, për opinionistët, ku diun gjithë ankesat që kanë. Interesante tani ta studiojmë. Po, sepse për shembull ka shumë njerëz që jetojnë vetëm ose ato të shtëpisë nuk dëgjojnë her pas here, kupton, ose ke përplasje. Dhe ti ke nevojë për konfirmimin të motoristit mund ta bëj këtë. Për shembull, motoristi se ka den fare se është i lodhur, për shembull, thotë po ke shumë të drejtë, ai duhet ta fitonte Big Brotherin. Çfarë porosisin më shumë gjatë Bigut tek fudini? Gjatë Bigut bëjnë porosin në grup, domethënë trendi është i tillë. Para Prime-it fillojnë porosit që para Prime-it. Fillojnë porosit, domethënë gjithmonë para se të fillojë transmetimi live. Pastaj çfarë porositet më shumë janë porosi grupi, të cilat janë porosi më të larta se sa zakonisht, dhe ka larmishmëri aty.